duhet të ndërhyhet përmes TVSH-s në produktet bazike. Fillimisht çështja e inflacionit është adresuar nga qeveria në mënyrën më të gabuar të mundshme. Pra, gjitha këto masa kanë nxit tutje inflacionin dhe në vend se të merren masat pasive duke atakuar çmimet përmes reduktimit të TVSH-s në produktet bazike, sepse të mos harrojmë shporta e konsumatorit kosovar vazhdon të jetë e ngarkuar me produkte bazike. Këtu ka pas masa të kundërta, të cilët e kanë shtrejtuar në mënyrë të drejtë për drejtë komponentin kryesor të secilit produkt në vend, sikur që është energjia elektrike, dhe dim ne përgjatë kësaj periudhe të qeverisjes ka pas atakim, sulm të jetë të rënd nga vendimet e qeverisë dhe të zyrës së rregullatorit me urdhra të qeverisë, me qëllim që të përmirësohen interesat e tyre energjetik, interesat e tyre korruptiv, duke fillu nga tregtimi i energjisë që është bë me ndërmjetësimin e sekserve të ndryshëm, sikur që është Martin Berishaj, dhe pastaj duke vazhduar edhe deri në arrestimin e kryeshefit të Kekut, ish kryeshefit të Kekut, dhe sot i shohim gjitha dhënat që gjithë tregtia realizohet përmes individëve që janë të lidhur drejt për drejt me qeverinë e Serbisë, sikur që është rasti i Vukhamovicit, i cili tashmë është shpërfaq duke përfshirë edhe dhënien e licenca. Prandaj, ataku i parë qytetarëve të Kosovës i është bërë përmes shtrejtimit të komponentës kryesore. Ndërsa të gjitha masat të tjera, madje është edhe kontradiktore kjo çfarë thotë zoti Gashi, sepse në njërën anë konstaton që 80% e inflacionit është e importuar dhe në anën tjetër synon ta kontrolloj këtë përmes masave kundër kushtetuese. Nëse ju jeni në rregull, se nuk mund ta kontrollosh, nëse ju pretendoni, nëse ju pretendoni që të kontrolloni çmimet e jashtme përmes ligjeve, lutem ta përfundoj. Mundën me kontrollu çështjet e ligjit. Nëse ju pretendoni që përmes ligjit për çmime tavan, ju t'i kontrolloni këto 80% të çmimeve të jashtme, është mashtrim i radhës ndaj qytetarëve të Kosovës. Nuk thash kush ti kontrolloj 80%, të kontrolloj praktikat spekulative që qytetarët janë të njoftuar. Por në anën tjetër ta përfundoj fjalën time. Një numër shumë i vogël importuesve. Edhe unë kisha shumë gjëra me t'i kundërshtu, por e respektova fjalën tonë deri në fund. E respektova fjalën tonë deri në fund. Kështu që nëse pretendohet që përmes ligjit për çmime tavan të kontrollohen çmimet të cilat janë jashtë Kosovës dhe të cilat importohen, atëherë kjo është mashtrim dhe kjo është spekulim në kohë të zgjedhjeve. 30 sekunda i keni na tregoni ju çfarë do bëni. Po tash, jo, unë e thash e para e punës duhet të ndërhyhet përmes TVSH-s në produktet bazike, sepse duke e reduktuar TVSH-n në produktet bazike, ajo ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë. Më pak para pastaj. Po në rregull është, nuk është ajo çështje problematike. Nuk është sepse reduktohet në produktet bazike. Pra, po jam shumë specifik. Jo të lutem se ende... Po mirë, me gjithate i kisha të gjitha ndërhyrjet e mundshme dhe sigurisht mbi një minut më kaloj duke lutë zotin Gashi. Mirë, edhe 30 sekunda i keni për fundit. Kështu që edhe mbi të gjitha, pyetja që duhet ta shtrojnë qytetarët është: a duhet ta shkelim kushtetutën pa marrë parasysh cili është qëllimi i kësaj? Besoj që tashmë përgjatë këtyre viteve është dëshmu që qeveria në ikje nuk e ka problem shkeljen e kushtetutës në mënyrë të vazhdueshme, por ky shtet është ndërtuar mbi ato parime që janë të shkruar në kushtetutë, edhe ato si të tilla duhet t'i respektojmë.